Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky program mundësohet nga Kiabi, Natural. Një program i ri me yje të vegjël. Mirëmbrëma Yje Kids. Me disa nga fëmijët më të qiltër, më të zgjuar, më të ndjeshëm, më kurioz dhe më të sinqert që kam njohur. Çdo të diel, ora 18 në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ajla, gati. Mirë se erdho Bojken. Faleminderit. Që janë këto kupa Bojken, me çfarë ma ke zbukuruar këtë studion? Kam zbukuruar kjo e mora në Pogradec, notari me i ri. Okej. Edhe këtë e mora në Shkopje, tetor në 2005. Për 8 vjeçarët edhe më tullët. Unë këtë kohë isha 7 vjeç. Okay. Edhe mora për 8 vjeçarët. Bravo. Pra ti je notar. Po, Bën not shumë mirë. po. Këto që janë? Medaljet. E këto kam janë dhe këtu medalje. tjerat. Aha, të shkupit janë këto do me thënë. Okej, kjo që ka bronzi, që i bia? Kjo është ari apo jo? Argjendari edhe kjo është silveri. Silveri dhe argjendari. Pse janë ndryshe është argjendari dhe ndryshe silveri? Po. Kush është më i mirë? Argjendari. Argjendari është më i Po. mirë. Është vendi i parë. Argjendari është vendi i parë. Po. Silveri i dyti. E dyti. Sa ku ke ti që merresh me not? Kam fillu që 3 vjeç e gjys, Okej. edhe e lash deri 7 vjeç, pastaj u ndryshova te Stela, edhe jam akoma te Stela tani, që këtë Ke filluar 3 vjeç e gjysmë. Po. Ke pas frikë kur ke qenë i vogël? Jo. Jo? Jo. Unë kam shumë frikë. E Pse? kam frikë ku më duket sikur do mbytem, e kam frikë notin. Nuk e kuptoj si e ke frikë, se nuk e kuptoj, se mund mësosh çdo herë, vetëm jepi kratë edhe këmbët, edhe merr disa palësyze edhe në to. Po sikur të mbytem? Po të bytesh, mund marrësh ve frymë anash, Si? si duash, kështu anash, kështu. Po, kështu. Do ta provoj, po unë kam realisht shumë frikë. Dhe nuk e di se si ti kaloj këto frikrat që kam në jetë. Si ta kaloj frikën kur më rre zemra fort dhe kam frikë. Vetëm kështu, mos i ke frikë edhe po vetëm mos ke frikë edhe mos ki merak se bas mund vi njëri me shpëtuar. Do vit më shpëtoj në një mendon? Pas. Po se erdhi pasaj? Po servi. Po servi. Vetëm provo pak me notu edhe mund desh pak mirë. Del si përfaqe, a? Po. Po të lëvizësh këmbët edhe duart. Po. Okej. Mund të kështu poshtë, pastaj ik lart. Kështu. Kështu. Po. Okej, do ta provoj. Sa vjeç je ti? 8. Tani ti je 8 klasë 3, besoj, a? Apo 4? Dytën. Dytën. Po pse më? Kur ke hyrë ti në shkollë? Unë kam hyrë para shkollë 6 vjeç. Okej, dhe në shkollë 7. Edhe në klasë parë 7, tani që jam klasë 2 8. Okej. Bojken, kush ta ka vënë emrin? Të dy mami dhe babi, për babi mendoj se të isha gocë. Ishte i sigurt? Po, Mhm. mundohemi. Okej. E çfarë emri kishte bërgati babi? Babi kishte menduar një emër, por nuk e baj mend aq mirë. Okej. Pastaj dole ti që ishe çun. Po. U mërzit babi apo u knaq? Babi nuk ishte ai që knaq, edhe ishte i lumtur se ka lidhje se akoma doli bebin. Se po s'doli bebi, të ishte i mërzitur. E rëndësishme është që ti Po. linde dhe ishe shumë i shëndetshëm dhe mirë. Po. Ndonjëherë ka ca njerëz që mërziten pse është çun ose pse është gocë. Disa njerëz mërziten kështu pse janë gocë edhe këta dunin çun. Edhe këta dunin çun, por edhe po është gocë, akoma na të ta bash mirë.
Pa tjetër që du ta mbash mirë edhe po doli gotë, se s'ka as një gjë të keqe ti je gotë, apo jo? Po. Po pse duan çun? Pse mendojnë se mund luajnë me këta, luajnë shu gjëra, edhe goca kështu luajnë lojra të tjera, lojra gocash. Me kuklla e kështu. Po. Prandaj baba duan çuna. Po. Që të lozin me çunat. Po. Se me gocat? Edhe vaj, po shlind një vab më para ty, mendon se duhet një vlla. Do një vlla. Vllaje do një vlla. Po. Ti ke vlla ose motor? Vlla kam. Sa vjeç është vllaje? Ai 12. Është më i madh ai. Po. Si shkon ti me të? Shkoj mirë. Mirë, po jo shumë mirë? Shumë mirë. Qa ka në një gjë që do ta ndryshojë te vllai jot? Disa herë sjell të keq që vjen mirë, po këtë keqin do ta bëja gjithë mirë. Ai është notar i mirë si ti? Po më i mirë se është më i rritur. Noton më mirë se ti ai, Po, a? s'është i rritur. Është i rritur, e kuptova. O po Jen, ti në çfarë shkolle je? Dëshmor të lirisë. Është shkollë private apo shtetërore? Është shumë publike, po. Shkollë publike. Po. A të pëlqen shkolla jote? Po. Qa ka një gjë që ty të pëlqen shumë atje dhe një gjë që s'të pëlqen fare? Unë pëlqej se ka shumë kurse dhe një gjë që nuk pëlqej janë këta njerëzit të këqi. Te shkolla? Po. Kush janë njerëzit të këqi në shtëpi? Po klasat e 9, 8. Këto që janë më të mëdhenj? Po. Pse janë të këqinj ata? Pse shupin cigare, vejpa, kështu. Vejpa? Po. Qa është vejpi? Vejpi është kjo një cigare elektrike. Pa nuk janë pak të vegjël ato për t'i pirë këto? E di, edhe mami im është drejtore shkolle, dhe bën për klasën e 9, edhe këto 6, 7, 8, 9. Edhe të gjithë pinë kështu vejp, por jashtë shkolle, pse po brenda shkolle e grin mami im. Ashtu, a? Po, se s'lejohet. Është e rrept mami, a? Po. Është strikte, do me thënë. Po, edhe ka gjetë njërin duke pirë vejp, e kishte në një qese, edhe po e pinte në pushim. Qa i bërja ti? Jo që fare dhe qonë vi shtëpi edhe e ka hen kosh. Ashtu, a? Po. Po shumë mirë pas ka bërë. Të pëlqen që mami është drejtore e shkolle, apo jo? Po, shumë. Pse të pëlqen? Ja kam pyet njëherë mamin, a më jem drejtor shkolle për një ditë edhe kjo fa po, edhe shumë pse e pëlqej. Qa do bëje ti nëse do ishe drejtor i shkollës për një ditë? Unë do të ndryshoja një gjë që po shef njëri me cigare ose me vejp, që fash tani, të përjashtohet fare nga shkolla. Direkt? Po. Shumë mirë. Jam dakord. Okay. Më pëlqen. Tjetër? Edhe po isha unë që drejtor shkolle, una nuk të lejoja po shef njëri me cigare ose vejp, na të ta helloj kosh me një herë, ose cigaren që është me zjarë, na të ta helloj jashtë. Okej. Që mos filloj zjarë. Po të shkolla juaj, a ka fëmijë që ngacmojnë fëmijët e tjerë? Po sigurisht ka, për nuk i di ai shumë emra, por i di disa. Pse ngacmojnë? I ngacmojnë base i quajnë kështu fjalë pista, ose fjalë pista, kështu i vogël, i shkurtër, jam më i gjatë sa ty, edhe kështu. Edhe ne kishim kemi njerin që është i shkurtër në shkollën tonë, edhe njërë të klasa jonë e thot, kishim dalë në pushim dhe njërë gotë ja ka thënë o gjugj. Po është i shkurtër. E kuptoj. Po ai nuk ka zgjedhur t'jetë shkurtër, apo jo? Po. Është vetëm linë kështu, të gjithë janë linë normal. Është mërzitur ai kur i ka thënë o gjugj? Po nuk u mërzit, por i fa zyshës, sigurisht. Edhe një herë, ai djali që bën after school, vini në shkollë kështu me, si quhet, me autobus, edhe njëri kishte ardhur në autobus, edhe
E ka fut shpu, nuk e di që i bërë. Aha, ja, E ka zan. fut krushta. Po ty të kanë thënë ndonjëherë në një gjë që ty të ka mërzitur ose s'të ka pëlqyer? Po, më kanë thënë. Për çfarë? Shu si e budalla, kështu. Që kanë thënë budalla, edhe mërzite mu më preken, pra. Prekesh. Po. E ç'a bën pastaj? Si bëj gjë, vetëm i foj mamit, o ma njëri më qujti budalla në shkollë, ose një vend. Po flokët me këtë modelin kështu, i ke zgjedhur vet? Këtë modelin sa po i preva dje una. E për si quhet ky modeli? Si di. E vetëm e dim parukera që ma bën çdo herë, Okej. edhe mi bën kështu. Po kur shkon te parukere si i thua, si do? E di mami me një herë qa e dom. Okej. Se i ke të gjata po thuajse, ë? Po, e kisha pa, e kam të gjata, por i prej edhe i bërë të shkurtra. I bën të shkurtra dhe i mban kaq pastaj. Okej. Edhe sa të rritën prapë edhe për 2 muaj e pres prapë. I pret prap. Po. Doje të kishe ndonjëherë të gjata fare? O, ku isha 3 vjeqa, disa i gjata i kisha këtu. I ke pas gjata? Po. Aha, po pse i preve? I preva pse mami dhe babi nuk të po duron të më me lante flokët, to gjifi flokës i gocë, edhe nuk edhe i preva. Edhe i preve. Je më rehat kështu me flokë shkurtra? Po, isha më i rehat. Ishe më rehat kështu. Okej. Se nuk po më qëron të si to E, se të bien këto flokët. baluket këtu. Qa do të bësh kur të rritesh ti bojken? Notar, E ke ndarë mendjen. po. Nuk do bësh asnjë gjë tjetër. Okej. Kisha qënë duja dhe futbolist, po e kam lënë futbollit. Pse? Pse, sa po bëra kampionati e lash, pse, Merr shumë energji noti, ë? po, Sa të hahet bukë bas Shëndetshme. notit. A? po unë haj makarona po jo për ditë, ose një herë omlet ose makarona. Okej, në rregull. O bojken, Po, ke shok më shumë apo shoqe? shok. Cili është shoku jot më i mirë? I ka emrin Bjorni edhe ka flokët qyrels. Okej. Edhe gjata, për gjatë shumë. Okej. Çfarë cilësish duhet ketë shoku më i mirë i një njeriu? Të jetë i sjellshëm, të jetë mos i bezdishëm, mos bezdishi, kur flet një gjë, edhe ta dërpren ai. Edhe kur bën një gjë që është e keqe, për shembull shan edhe mos bëj kështu gjëra keqa. Mos bëj gjëra të këqija. Po, Po shoqe ke? jo, Fare? vetëm mamin kam. Oh, e ke mami shoqe? Po sigurisht. Mund të jetë mami shoqe? Po kjo më fut se kam mu shok, unë e kam shoqe, pse është gocë. Pse është gotë se ke mami shoqe? Po, Si është mami jot, ma përshkruaj pak. mami është njeri shumë e mirë dhe e bukur. Dhe sjellët shumë mirë me mua, dhe bën të gjitha për mua, mbledh gjëra, më çon në shtete, Shkopje që i kam ikë tani Maqedoni, edhe ku do unë, argjën lek kjo. Po babi? Edhe babi, sigurisht, njësoj sa Njësoj. mami. Qëse do të zgjidhje njërin prej tyre për ta pas shok më të mirë. Kjo është pyetje shumë e keqe, me vërtet. Shok, thash, jo prim. A shok, aha, shok, më të shumë, nuk kjo edhe kjo ishte kështu, edhe kjo ishte pyetje e keqe, se të dy janë barabartë. Okej, në rregull. Për çfarë je ti më shumë krenar në jetën tënde? Jam më shumë krenar që kam shëndet të mirë dhe jetoj një jetë që nuk mund jetojnë të gjithë tjerët, edhe jam krenar që jam kampion. Je krenar që je kampion. Okej. Të rriturit, a i kuptojnë shumë mirë fëmijët? Nuk i kuptojnë as shumë, pse nuk i kuptojnë, base nuk din anglisht, edhe nuk i kuptojnë ta fëmijët, edhe nuk i kuptojnë ta fëmijët, edhe base fojnë një fjalë qi, edhe mami për shembull i din këtë fjalën, edhe kështu bën
një gjë, Okej. e që telefonin, për shemë. Ty të pëlqen telefoni? Por, ma kam bërë një rregull tjetër, mami. Mami, unë çdo të premten e marr telefonin, çdo të premten, pse është dita e fundit e shkollës, e pastaj fillon në shtuna e diela. Okej. Qa shikon më shumë telefon? Po shkoj kështu lojra të bukra, YouTube-eve. Okej. Ty të pëlqen të ndihmosh të tjerët? Po, Kë ke ndihmuar kohët e fundit? kohë të fundit kam ndihmuar Vajin, një herë ku isha në prit si quhet, në një vend, në pushime, ishte kështu një dallg shumë e madh, në Borës isha, ishte dallg shumë e madh, deri tek rreshti i dytë e uljes, edhe mua për pak mu fuj shpina, mu kërcit kockat, ishte shumë, edhe nuk e di si po shpëtoja, unë po prekja brapa, si ishte jeta ime. Ashtu, a? Po, E si ishte jeta jote? ishte kështu, po mendoja gjithë shka që kam bërë në jetë, mendoja se nuk të kisha më shpinë, se ishte kërcit sa më shumë kështu kocka, nuk e kuptoja si po rrija akoma me shpinë. Nuk po e kuptoja. Cila është gjëja më e bukur që ke ti te jeta jote? Vajin me mami dhe babin. Familjen. Po, dhe gjithë fisin tjetër. Pse është e rëndësishme familja? Familja është e rëndësishme pse mami dhe babi edhe familjet nuk mund të kenë lek. Okej, edhe? Edhe mami dhe babi mund t'i japi lek që të hajnë mirë, shëndetshëm. Okej. Po, me qenë se përmende lekët, a fitohe shumë lek duke qenë notar? Po, fitova në Bogradet, për nuk e di sa shumë, për kisha fitu lek. Po, Kush i mori lekët? po sigurisht mami dhe babi. Po, pse si mbajti për vete? Nuk i bajta për vete, pse kështu. Mami dhe babi na blen gjëra, edhe na të ta japim ne. Okej. Çfarë të pëlqen më shumë ty te vetja jote? Vetja ime, më pëlqen se nuk shaj, edhe këtë rregull që thash me mamin, që e mbaj telefonin vetëm të premten, vetë shtunë dhe diel, edhe kështu sjellen mirë edhe jam i shëndetshëm. Okej. Nëse ti do ishe në një ishull të shkret, do kishe mundësinë të merrje vetëm një person. Kë do merrje? Një person është shumë e madh kjo. A quhet vetja ime, ose vetëm unë jam jashtë edhe këta janë këtej? Pra, do shkosh në një ishull të shkret. Po. Mund të marrësh edhe dikë me vete. Kë do marrësh? Babin. Pse? Sepse e kisha ngjarë shumë kur ishte i vogël. Babi kur ishte i vogël kishte flok shumë gjata, dhe jo shumë gjata për këtu, edhe syze. Edhe kështu për... I ngjan ti babit? Po, i gjaj. Okej, qa punë bën babi? Alo taksisht. Nëse ti do kishe një superfuqi, Po. qa do doje të kishe? Unë duja të bëja kështu një superfuqi kështu që isha shumë i fort, që isha shumë i mirë në notë edhe gjithmonë dolje i pari. Okej, në rregull. Nëse do të mund ta ndryshoje emrin tënd, mos ta kishe Bojken, po të kishe një emër tjetër. Çfarë emri do zgjidhje? Daniel. Të pëlqen? Po. Pse? Pse pëlqej është edhe emër anglisht edhe emër shqiptare. Daniel. Po. Okej, në rregull. Zemër, do t'jap një dhuratë. Po. Shpresoj të pëlqej. Po. Pëlqejnë dhuratat? Po, sigurisht. Kush bën më shumë dhurata aty? Po, për vitin e ri s'marr dhurata, por s'ka rëndësi. Se s'merr? Pse jam musliman dhe nuk e festoj dot. Oh, Po. çfarë do të thënë musliman?
musliman është qëta që mendojnë se është Allahu i vërtet. Edhe këta krishterët mendojnë se është njëri tjetër. Allahu është fëmiu i Zotit. Allahu është fëmiu i Zotit. Po, mendojnë ta, për neve mendojnë se profeti i Muhamedit është vetëm njeri, është vetëm Allahu. Okej. Dhe pse nuk e festojnë muslimanët vitin e ri? Vitin e ri kështu. Edhe Halloween se festojnë se është kështu muaj i djallit. Aha. Edhe kështu veshin frikshëm, edhe është muaj i djallit. Edhe vitin e ri nuk e di pse se festojnë. Nuk e ke pyetur mamën se festojnë? Jo, vetëm vajnë e din pse është haram me festu. Është haram? Po. Çfarë do të thënë haram? Haram është shu, kur është një gjë, kështu për shembull gelatin, është kështu pork, si është anglisht, edhe Der. po der. Okej. Edhe nuk e hajmë dot. Nuk e hani mishin e derit. E ke provuar ndonjëherë? Po sigurisht kur isha i vogël dhe pa dashje, po i kanë Shkopje, jo në tani se dim se 4 më duket, una pa dashje mori mami çokoladë me gelatin ose me der, dhe e hëngra una, edhe sa po e pash, du ta e iqa nga goja, por ishte e përtypa. E kuptoj. Tani kujdesesh që mos hash der. Po. Okej. E shoh këtej brapa, është me gelatin ose me der, edhe una nuk du ta haj këtë, se është me gelatin dhe der. Okej, në rregull. A ke qenë ndonjëherë në xhami? Në xhami jo. Nuk e qenë. Jo. Mami nuk është mbuluar me xhami. Jo. Jo. As babi. As babi. Okej. Pra ju jeni musliman dhe jeni besimtar musliman. Po. Nëse do t'i kërkoje diçka Zotit, vetëm një gjë, çfarë do t'i kërkoje? Që t'ishte bota shu pa lufte. Kështu pa lufte, kështu do gjërat që kur ishte Gjermanët ku për luftonin ne dhe Italia, ne ishim kështu shtet më e vogël se ta, se ta janë shumë njerëz, edhe ne nuk e dim si shpëtuam, si shtet. Pra ti do kërkoje një botë pa luftra. Po. Okej. A lutesh ndonjëherë Zotit? Po. Për çfarë lutesh? I lutem që të kem shëndet të mirë, të jem më shumë kampion, që të fitoj më shumë gara edhe të jem më i shëndetshëm dhe mami dhe babi dhe vuaj. Ta uroj me gjithë zemër, edhe tani është momenti ta hapësh dhuratën. Faleminderit. Urdhra. Hape. Sa i bukur qenë ka. Të pëlqen? Po. Ja, pra që s'ka ndonjë gjë të keq që mos marrësh dhuratë për vitri, se merr dhurata ditë tjera, apo jo? Po. Të vjen keq që s'merr dhurata për vitri? Jo, nuk më vjen ai shkiq. Okej. Ta gëzosh Bojken. Faleminderit. Edhe lajmëron kur të marrësh medalje të tjera, okej? Po. Suksese. Mars. Në mars. Ky program u mundësua nga Kiabi, Natural. Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.